Kur lexoj sure, më hapet thot shumë goja. Është problem familjar thot ky. Si të bëj ujë të kënduar për të gjithë. Elus Allahun e lartësuar që t'ju alehtësoj çdo gjë. Unë do t'ju këshilloja që në vend të ujit të kënduar, pra të lexoni secilit lexojnë vetë Kur'an. Pra, me lexu surën El-Fatiha, lexoje 7 herë. Lexo ajetin Kursi. Lexo 3 suret e fundit të Kur'anit. Pra dhe i fryn vetes. Këshilloj edhe pjesëtarët e tjerë të familjes. Lexon surën Fatiha 7 herë, ajetin Kursi lexoje 1 herë, 3 suret e fundit të Kur'anit lexoje nga 3 herë. Fryj vetes dhe me lejen e Zotit gjithësisë, pra ka për t'ju larguar shqetësimi, sidomos mësyshi, pra se shenjë e mësyshit duket pra kur dëgjon Kur'an dhe dritë hapet goja vazhdimisht. Gjithsesi, Allahu i lartësuar është ai që shëron. Wa idha maridtu fa huwa yashfi. Dhe kur unë sëmurem, ai më shëron. Mësyshi, magjia, Kur'ani është shërim. Dhe lexon surën Fatiha, ajetin Kursi, 3 suret e fundit, i fryn vetes, Allahu i lartësuar e ka bërë Kur'anin që të jetë shërim. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa. Pra dhe kemi zbritur prej Kur'anit çka është shërim. Kështu që këtë unë ju këshilloj. Në vend të ujit kënduar, se edhe me ujin e kënduar të njëjtën gjë do të bësh, do të lexosh Kur'an. Por ti lexoj direkt edhe fryj vetes. Allahu ju rujt.